Dhe familjarët janë ardhë, e kanë gjetë të bejt e vetë, të më thotë djallin apo vajzën e tyre. Sot pota dhe rastin t'i takoje disa prind të tjerë për nderë të epopejës së UÇK-s. Pamjet e tyre o dishin të emocionon, bile njëzoj dhe ka qajt për djallin e saj kur e pa një temë është shumë e dhimshme që përmbajnë mbi supet e mia. Përshëndetje, unë jam Fatjen Gashi nga qyteti Skënderajt dhe kam realizuar këtë ekspozit për nderë të epopejës së UÇK-s për t'i përkujtuar 1432 fëmijë martir të Kosovës. Fatjon, si ke gjetur gjithë emrat e tyre? A ka qenë hulumtimi gjatë? Ku ke marrë informacione dhe qysh ka lind ideja? Normal që hulumtimet ka pos gjata, deri se më ronë dakord me profesor Nusrat Planën, i cili ma ka mundësu për mi marrë emër dhe mbiemër dhonat e tyne, shifrën e sakt, sepse ka pas shumë portalet ndryshme që... Kanë jep numrat të ndryshëm, apo jo? Po, kanë jep numrat të ndryshëm, shoqatat e ndryshme të Kosovës nuk më kanë besu edhe shkaku i moshës për mi jep dhonat e tyne, se kanë mendu që për i kesh përdorja diçka, po falë Nusrat Planës, i cili ma ka mundësu, që falenderoj jashtëzakonisht. Në punimin tem përfshihen, do të thonë, pej të Posalin, do të thonë barkun e nanës që i kanë masakru, e deri në 18 vjeç. Ky projekt është punimi i tretë që e kanë paraqit. Punimi i parë ka flamuri i Kosovës me 2024 copza letër. Punimi i dytë ka flamuri i Shqipërisë me 4000 letra dhe kjo është punimi i tretë për të përkujtuar gjithë ata fëmijë që janë vra pa drejtësisht nga Serbia. Po ashtu Majlinda më ka ardhur pak vështirë për mi grumbullu gjithë dhonat që të thashe ma heret. Do më thonë këto e kam marrit pej Nusrat Planës profit. Dje kanë pas edhe krerët e shtetit, cilët kanë jep si simbolik në nënshkrimet e tyre, si që kryeministri i Kosovës Albin Kurti, Glauko Njufca dhe presidentja e parë Vjosa Osmani, cila e ka vlerësu punën time dhe e ka shpërbly me një formë pasionin tem që e kam për artin. Do më thonë kjo është një ekspozit që qëndron për 5, 6 dhe 7 mars për nderë të epopejës së UÇK-s. Fatjon, besoj që edhe familjarët e fëmijëve të vrarë dhe të zhdukur të kanë kontaktu, cili ka qenë ai mesazhi që ty ta kanë jep gjatë kësaj kohe? Normal që kom pas mesazhe të ndryshme, që edhe familjarët janë ardhë, e kanë gjetë të bejt e vetë, do më thotë djallin apo vajzën e tyre. Ishte një krenari për mu që ata rrëfenin historinë e tyre, se si janë vra, si i kanë masakru. Sot pota dhe rastin t'i takoje disa prind të tjerë për nderë të epopejës së UÇK-s. Do më thonë kishte prind cilët sot kanë ardhë këtu edhe i pa në emrat e fëmijëve të tyre. Për pamjet e tyre o dishin të emocionon, bile njëzoj dhe ka qajt për djallin e saj kur e pa një temë është shumë e dhimshme që përmbajnë mbi supet e mia dhe një përgjegjësi e madhe për këta e engjojtanë. Përveç të njerëzve të cilët kanë ardhur për vizitë gjatë këtyre 3 ditëve, kam pasur rastin të takoj edhe heroinen tonë të gjallë Besarta Jasharin, e cila e ka nënshkruar mbi emrat e motrës së vet Blerinës dhe vllaznive e djalit Tagjës, kushtrimin që ka djali Adem Jasharit, komandantit legjendar, i cila e përshkruajti atë ndjesinë se si kam bjetuar gjatë atyre 3 ditëve me mua.